Ka një problem. Ju nuk keni një qëndrim të unifikuar, Flamur. Nga një anë, shojmë Sali Berishin që bën luftë madhe me SPAK-un. Okej. Jemi okej. Dhe akuzon si veglin në duart e Ramës, dhe nga ana tjetër kemi një Gazbardhin që depoziton në SPAK kallëzimet pa numërta dhe bëjmë politikë në çdo punë SPAK. Se tani, o SPAK-u është kjo që thotë Sali Berisha, dhe ti mos shoh letrat atje tani kallëzimet pa numërta, dhe kupton. Se nuk e kuptojnë dhe njerëzit. Që ta mbyllim historinë e... Tani për shembull ai është shumë i gëzuar është doktori që për SPAK po godet ballukun. Po ta them unë. Që ta mbyllim historinë e SPAK. Por tani kjo ndodh vetëm kur godet këta. Ndërkohë ju merrni letra e thoni që SPAK-u është 0 dhe merrni letra e çoni atë. Ja prit. Po. Kallëzimet pa numër. Kam çuar unë 10 kallëzime. Po pse? Kanë çuar të gjithë, ta them unë. Edhe çojnë dhe për ty. Po prit më. Po çojnë për ty. Ja, për shembull për ty. Mos u mërzit ti për atë punë. Ju jeni në netim. Ke patur për një vil, ç'a thon për ty? Pyeti, vazhdoj. Në Petrit Maun. Vazhdoj. Ai e ka, banon ti aty brenda thonë. Jo, s'ka zbanoj unë, po. Se shkallëzim ky? Jo, vazhdojnë ata të pyetë, jetojmë, s'ka problem unë. Jo. Jo, s'kam reak fare unë për këtë. Shqiper tani, shiko, tani është bërë sinkron e sigurimit shtetit, këtu ka, do bën miliona kallëzime, moj. Ylli. Në një vend që do vën miliona kallëzime, një popull që do kallëzoj veten dhe do haj veten, do shlyej veten. A do të dëgjosh tani? Kjo është historia. Historia shumë e thjeshtë, çështja shumë e thjeshtë. Pra ne depozitojmë çdo gjë. Pse? Sepse nuk do jetë Altin Dumani gjithmonë aty. Do vi një moment që ai nga skap do kthehet në SPAK. Do ta bëni ju këtë. Tjetër gjë. Dakor, më jo. Po jo, po se ai nuk e bën. Duam të dokumentojmë pranë institucionit çdo gjë. Kjo është e tëra. Jo se dim se si funksionojnë gjërat. Tani zoti Berisha ka thënë disa herë që reforma ka të shtuar Flamur. E kemi thënë të gjithë. A do po jo, Berisha është një lider juaj. A do të kërkoj Partia Demokratike ndryshime në reformën drejtësi? Se të thash këtë faktin, që ti e ke thënë një vit e gjysmë para te këtu. Dakor. Tani opozita politike i kërkon ndryshimin. A do të kërkoni ju? Kjo reformë ka dështuar më? Partia Demokratike, miku im, e ka në programin e saj që çdo gjë do të konsultohet me Komisionin e Venecias për formën, mënyrën se si duhet trajtuar dhe duhet parë çështja e drejtësisë. Kaq. Si ka gjë? Ne mos mendoti se ne do të jemi konsultuesit e Edi Ramës. Harroje këtë. Pra kjo është qasja jonë. Ke bariu para 6 muaj që ka mbaruar fushata, ne kemi paraqitur në programin ton këtë pikë. Konsultuesit e Edi Ramës jeni ju? Kaq. Se për gjërat ju interesojnë. Kaq. Flamur, ja dëgjoje. Po, të dëgjoj. Për gjërat, do me thënë, pyetja ime, se ti nuk i përgjigjhesh si pyetje zotëri. Jo e përgjigjesh çdo pyetje. Ore, do kërkoni ndryshime në reformën e drejtësisë, se ka dështuar, thotë Sali Berisha. Dhe kur ka dështuar, ajo duhet të bëhet prap nga fillimi. Ore, ka gjëra që dështojnë Flamur në botë. Dështon një gjë, bëhet prap. Ylli, ka dështuar? Po. Kemi thënë para gjithëve ne. Tani duhet... Nuk mjafton, më çfarë do bërë? Lejo, edhe qeveria Narkos ka dështuar e gjitha, dhe fakti që sot zëvendës kryeministrja, njeriu më i fuqishëm i kësaj qeverie, është në akuzë nga skapi, në akuzë të fortë. Po pse se quhen SPAK-u këtë? Ta them unë pra. Te e quani ju? Nuk e quaj SPAK-u, ta thash skapi. Po. Sepse vazhdon të jetë. Tashti aty është çështje e lojës brendshme, aty është Rama, po të shfutuar veten Rama te tuneli i Elshon Belindën janë çështje të tyre. Ti bie që edhe te ju është lojë e brendshme. Prit pra, jo. Mo që ju ja keni futur Berishës? Prit, mos u ngut. Jo ti. Prit. Të tjerët aty. Mos u ngut. Pra, po ta quajmë kështu? Shiko, dhe ne kemi pas lojën e brendshme tonë dikur. Po pra. Pra ne u bëm, pra ne u çam dhe unë të shpjegova një gjë shumë thjeshtë. Mos u ngut. Pra, kjo është, por tani reforma në drejtësisë ka dështuar. Ne kemi qasjen tonë për të dhe thash, Komisioni Venecias, konsult me të, do të shohim qasjen për këtë. Por, ka dështuar qeveria. Ka dështuar qeveria. A mund më thotë sot një shqiptar, ku është të sukses me kjo qeveri përveç se në krim, në korupcion, në varfrim të shqiptarëve dhe në shpopullim të këtij vendi, dhe në asgjësim të votës lirë. Këto pika ka suksesit e kësaj qeverie. Askund tjetër nuk është suksesmi. Pra, duhet ikë dhe shiko këtu. Belinda do të rreqë këmbë zvarr, sepse këtu ti je i sigurt, tani po shkon rradha lart. Dhe pastaj do të flasim ne për reformën ndaj shtetit. Po SPAK-u që kanë rregull pse? I thoshte kot kështu skapti. Në qoftë se
i bie Erion Velis, Belinda Ballukut, tjetrit, s'kapi që tu... Ylli, po të ketë drejtësi në këtë vënd, kam përshtypjen që edhe rojet e ndërtesave tyne duhet shkojnë të para drejtësisë. A di pse? Ylli, prit. Pa ashtu thonë për ty e tamë. Prit më Ylli. Ta thashëm, por... Thonë më, po unë jam e ku jam. Ore thonë për ty. Ore ja ku Ka jam. muri ka këtë këtu, thonë. Ore ja ku jam. Kur e ka të bërë tjetri. Ore ja ku jam unë. Jo, më nuk po them. E prit pra, mos u thonë ngut. të gjithë më edhe këta. Jo, e prit se unë po flas për fakte. Po, pra. Tani Ylli, dashur Ylli, një pastruese, ja ky kush është shteti shqiptar, t'ju them unë. Një Shqip parat atje, thua. Prit, prit. Një pastruese vodhin në një qymk të një punojësë të nivelit të tretë të shtetit, 700.000 euro në një qymk, se sa mund të kishte të tjera, ajo tha kam par miliona, pastruesja. Pra e kuptoni ju çfarë shteti ka këtu, kur pastruesja vjedh në një qymk të një nëpunëse të nivelit 8, 700.000 euro dhe thot kam par miliona në atë shtëpi. A imagjinoni, këta janë të gjithë për burg. Ky është një shtet, një pushtet që duhet rënuar nga rënjet dhe duhet dizinfektuar, që pastaj të fillojë të ndërtohet shtet. Ja, ky është pushteti narkosit. Po flasëm për korupcionin. Ju përmenda për krimin organizuar, sot shtetin dhe policinë e kontrollon kartelet. Askun ligji nuk vendos dhe nuk kontrollon, askun vullneti i shqiptarëve nuk vendos dhe nuk kontrollon. Po ndryshimet të tjera. Ky është. Sot taksat e shqiptarëve bëhen rrushe kumba. Nuk më the do të kërkoni A e ndryshimin. peti çështja e tuneli Llogaras, Ballukut si dolevaja. Pra, ishte 150, pa ta çojmë 190 se t'ja japim Turkut se geostrategjik thot Batoni. E peti, geostrategji thot Rama, aty e bën me atë, ja jep një Turku që s'ekziston fare, po si ku ndodh kjo në një vend botës? A mund ma shpjegosh ti? Jo, nuk kam shpjegoj. Pastaj e kompania turke ne i paguan hotelin Ramës e të gjithëve atje, Belizi, prit. Hotelet e gjithja u kam paguar ju. Jo, cila? Ty nuk e di se dim, po dhe ty ti kam Cila? paguar, po tani ti ke po që... Fal. Po pse ty s'te kam paguar ato? Mua askush në konfliktin e interesi mund më paguaj në... Ti i paguaj një vetë, Allah, po... Prit, ta marrë një shoku im. Pagesa ka qenë kjo botë. Prit, unë jam njëri që kam edhe shokë e miqe, po shoku dhe miku im, kur nuk ka guzuar shkel në zyrën time dhe të marrë një përfitim. Kur? Të nuk e dim, Flem. Them unë këtu për përgjithësi, e them me përgjithësi unë këtë, nuk e them. Pra kjo është historia. Ndërsa këtyri ja u paguajnë ata që ju japin tendera dhe pas 100 vjetësh kur të vdesësh, që do të shtojnë 100 vjetën ty, do të ngrihen të gjithë dhe do thonë Flamuri ishte burimi i mirë, si shtanë për nanën. Pas 100 vjetësh prite këtë, që të thonë, që tani thonë plot gjëra dhe për ty. Thonë gjëra... Gjëra, le të gjerin, le të thonë një gjë. Ore të kanë thirë atje në spak, për të jetuar. Le të thonë një gjë. Të kanë thirë ty personalisht. Le të thonë një gjë. Dakor. Një gjë. Një gjë. A do të kërkoni tani, mirë, të kalem tim, ikim nga spaku. Tani, ndryshimet e tjera të kushtetuesës sa do të kërkoni tani, se për reformën drejtësi nuk më the gje.